Shtrëngtimi i naftës po shoqërohet me rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore. Sipas një vëzhgimi në tregun e fruta perimeve, thuajse të gjitha produktet, por edhe frutat dhe perimet dhe bulmeti, tregtohen më shtrenjtë krahasuar me periudhën para nisjes së konfliktit. Nëse para pak ditësh 1 kilogram domate tregtohej 200 lek, sot shitet me 350 deri në 400 lek. Ndërkohë, rritje çmimi ka regjistruar edhe perimet si speci, patlıxhani, si dhe bulmeti, ku 1 kilogram djath sot tregtohet 100 deri në 200 lek më shtrenjtë. Një situatë e tillë prek drejt për drejt xhepat e qytetarëve, sidomos të pensionistëve. Ata shprehen se qeveria duhet të kishte marrë masa më herët për të zbutur ndikimin e kësaj rritjeje. Qytetarët thonë se nuk i përballojnë dot këto çmime, të cilat i quajnë abuzive. Sipas tyre, nuk e përballojnë dot jetesën në të tilla çmime. 3.500. Ta shikosh kështu të merren mend. Çfarë të bëjmë? Uja, drita, të pija. Domate, speca i shikoj me sy. Kur vejmë në pazar, edhe i them atyre kështu. Të paktën na ngopet syri. Çfarë të marrëshim pra ne pensionisti jemi atë po diskutojmë njëra me tjetrin. Shikoj me sy e plas me zemër. Për të mos trembur blerësit, një pjesë e tregtarëve nuk i ekspozojnë çmimet në tezgat e tyre, por edhe ata vetë pranojnë rritjen e çmimeve, veçanërisht për produktet e importit. Kjo situatë, sipas tyre, po shkakton një braktisje të tregut nga blerësit, aq sa çdo ditë po i çon drejt falimentimit, duke i detyruar të braktisin aktivitetin e tyre shumë vjeçar. Ndërkohë, që jo vetëm produktet e shportës, por pas rritjes së çmimit të naftës, rritja e çmimeve ka prekur çdo sektor.